Gjatë 6 javëve të fundit, punonjësit federal kanë parë me tmerr inxhinierët e softwareve, shumica prej të cilëve nuk kanë asnjë përvojë në qeveri që janë futur në zyrat e tyre me një mision për të zbuluar korrupsionin dhe ulur shpenzimet. Strategjia ndonse ende e paqartë nuk është as pak e papritur nga dy biznesmen të njohur për botën e sipërmarrjes private, ku CEO-t zakonisht sundojnë si mbretër dhe përballen me pak mbikëqyrje nga jashtë. Presidenti Donald Trump dhe Elon Musk besojnë se kanë një mandat për ta drejtuar vendin si një biznes, por deri tani ata duket se po shfrytëzojnë kujtesën e muskujve, duke përdorur një libër rregullash të korporatave që maksimizon kthimet për investitorët, ndërsa e varfron kompaninë me borxhe dhe ul shpenzimet në maksimum. Ky është një territor i njohur për të dy burrat. Nga 5 kompanitë që Musk zotron ose drejton, vetëm Tesla ka detyrimin të respektojë rregullat e rrepta që sigurojnë transparencën për investitorët. Musk i detyrohet shumicën e pasurisë së tij aksionerëve të Teslas, por duket se është ende i shqetësuar nga ngarkesat e jetës së një CEO-je publike, pasi ka pasur përplasje të shpeshta me rregullatorët dhe aksionerët. Takimet e shkurtra të Trump me tregjet publike kanë qenë dështime për pothuajse të gjitha ata që janë përfshirë përveç tij. Ai e listoi Trump Hotels and Casino Resorts si një kompani të kotë të tregtuar publikisht në 95-ën, por operimi nuk ka dhënë kurrë fitime dhe përfundoi në falimentim në vitin 2004 duke shkatruar aksionerët. Grupi i tij, Trump Media and Technology, që u bë vitin e kaluar publik, humbet para dhe tregtohet si një meme stock që do të thotë është një aset shumë i rrezikshëm që luhatet si një tërmet.